Unë kam shumë dëshirë mirë. Jo si njerëz, po them në mendime qëndrime që keni me... Kena pas një mik të përbashkët. Pyetja për çfarë është? Them, çfarë shihni ju sot që është ndryshe nga atëherë kur keni qenë në moshën tonë për shembull? Si keni bashkëpunu ju me njëri tjetrin, si keni punu me njëri tjetrin, frymën që keni pas me njëri tjetrin? Atëherë, sistemin e shkokut të nver, ishte bashkëpunimi i mrekullueshëm. Ka pas harmoni, ha? Harmoni. Ti është zakon. A jam gabim, profesor? Dielli lind vetëm një herë. Dielli lind vetëm një herë. Jo, me sa mbaj me një intervistë tjetër, i nderuari na ka thënë që Zefro Zhoni. Jo, patjetër. Na ka thënë që ky diell Edi Rama. Jo, për kohën e sotme punon. Punon mo. Është Edi Rama dielli për sot. Sot për sot e. Ky është Golobordos. Kanë gjithmonë punëtor ta. Domthonë punëtor, njëri kapelen. Punon. Terët di politika, nuk dim gjona. Nuk më le ta çojmë deri në fund. Okej. Dielli lind vetëm një herë. Jo, një herë. Edhe ai diell nuk përsëritet më. Në rregull? S'përsëritet. Ja po. Ka vdekur ajo. Tjetra. Po njerëzit nuk më quhen njerëz. Quhen kanibal. Këtu nuk besoj se mund gjesh në Shqipëri më shumë se 100 vetë që i thonë vetës njeri. Të tjerët janë të gjithë kanibal. Dhe kanibalizmi e shtruar në të gjithë botën. Mos kujto se është vetëm në Shqipëri. Ne prej aty ne kemi marrë. Nga bota? S'ka marrë bota nga ne? Po nuk kemi mundësi të japim neve. Dhe ky kanibalizëm do vazhdoj deri në momentet e fundit, çastet e fundit të jetës. Kur botës. S'do ketë më mundësi kanibalet. Kur ju thoni që vetëm në total mund të jeni 100 njerëz mirë dhe pjesa tjetër janë kanibal. Si mundet që kjo botë vazhdon të mbijetojë akoma ose të jetojë, të frymojë me këta njerëz? Mbijetesa është diçka e lehtë fare. Njeriu mbijeton edhe me një gotoj në 24 orë. Jo, që nuk shkatrohet, them, që nuk shkatrohet. Asnjëherë nuk shkatrohet. Nuk do shkatrohet asnjëherë kjo botë? Do të vi deri në atë moment që do këtë ngel vetëm disa njerëz, 100, 150. Këto 100 mijë domethënë. Do ngelin këto 100 mijë apo do ngelin këtë 100? Por kur do vi fundi, kur do i dërgoj ai atë zotin që ti riprovoj edhe një herë, nëse vërtet janë të mirë këto 100 vetë që kanë ngel apo jo. E dërgoj ai atë edhe i tha, "Dil do djesh në një të mirë, s'ka mundësi të jenë gjithë tek qi." Po. Nejti 3 vjetë, brodi, gjithë botën. Më në fund gjeti një njeri që a ishte ma i miri. Nuk ishte bërë deme, nuk i bërë të kujtë dëmë në halë vetë. Ishte në një kërpull. Këthejet më rapsha i thot, vetëm një thot. Ama këta e përsëriti 3 era, që shkoj të kërkoj njërës. Shkon dhe kërkon dhe vite thotë vetëm një. Nën kërpull. E po atëre tha, i plot fuqishmi, të cilin nuk e dim se ku është, ku ndodhet. Por e besojmë. A ekzistojnë ajo? Por unë besoj se... Ti besoj se po? Besoj se ka një. Ka një, po. Por nuk jam në gjendet ta theksoj e ta mbrosh fort që ka. S'jam në gjendje. Si në gjendje. Po pëlqen, po? Dhe në fund, kur i tha vetëm ai është, e po mirë tha, t'ja marrim gjithë kësaj bote shpirtin. Nuk është gjinat t'ja marrim edhe ati. Edhe ati, po. Pra, gjithë bota, për hatë një të miri, shpëton e gjithë bota. Shpëton e gjithë bota. Profesor, jeni dakord? Se më pëlqeu gjithë kjo forma, tani që ne nuk e shohim sot nëpër mediat shqiptare, kur dy bashkëbisedues bisedojnë ose diskutojnë njëri tjetrin, ka gjithmonë përplasje edhe krijohet një kakofoni dhe nuk merret vesh se çfarë flitet. Ndërkohë që këtu foli ky djalë që janë rritur në një derë të madhe. Dera madhe gjithmonë ka ndonjë hapun.
Për shembull, unë njoh shumë njerëz që sot drejtojnë politik, militojnë politik, dhe kur i punën në shtëpi tyne, nuk ku ka tërkit në derë në herë s'kan pas miq në shtëpi. Kurse do të rrozhoni jem, thirrte një udhëtar, oj zoti shtëpi, hajde burrë, mirë se të ka punë zoti. A është e vërtet kjo? Hapë derën direkt. Po, i varfri është edhe shpirt varfër. Po. I pasuri shumë është edhe shpirt pasur. Por këto janë të pakt. Prandaj bota është ndarë në 4 kategori, të cilët sipas meje dhe sipas një filozofi, për mua ai ishte filozof, Arçile Boti, ndjes pas Kam thënë në gazetë disa herë unë Arçile. ai thoshte kështu. Kategoria e parë me njerëz shumë të pasur, por me zemër shumë të pasur. Pa. Janë me Po e dyta? gishtet e njëri dorë. Kategoria e dytë tha, njerëz shumë të pasur, Përshëndetje, ti jeni mirë, ti shkojmë bar sot. Faleminderit. Ndjes. njerëz shumë të pasur, por me shpirt të varfër. Ka mjaft, tha. Erdhi kategoria e tretë. Tha njerëz shumë të varfër, por me zemër shumë të pasur, ka shumë. Tani erdhi ke kategoria e fundit, e katërta. Tha njerëz shumë të varfër, me shpirt shumë të varfër. Dhe këto janë, tha, hajdutat, kriminalet. Këta janë ata që po mbizotrojnë sot? Dhe mos kujtoni se ai është trim me vërtet. Ai është frikacak, por të vret ty, pse ka frisë e vret ti. Të vret se është frikacak. Se është frikacak, jo nga trimëria. Trimi nuk të vret asnjëherë. Nga trimi mos u trem. I mençmi nuk të vret asnjëherë. Nga i mençmi mos u largo. Nuk ka momente, le themi, shkëputje ose lajthitje edhe i mençuri? Asnjëherë. Asnjëherë. Po ju profesor si mendoni, jeni dakord me Jo, jam me profesorin jam dakord 1 milion herë, po njerëzit sot edhe gjithmonë nuk kanë menu kur për të nesërmen. Mos mërkurës vine ejtja. Kur bëni të keqe sot, ngatrosh me profesorin, ngatrosh për kot, në klub. Mos i ke pi 3-4 gota rakije, bonz, nuk din mon se ku i e, shon profesorin. Mirë po harron si se ka tentin, am këto dhe, aja i bin shpull profesorin, falë profesor, se s'ka ro ku shpull se ke leja, s'ka për të, vish nona nuk e di atë ka ra. Edhe kur vje puna, ai do të me menu për të nesërmen. Të nesërmet e X-it e Y-it. Ti e deleri, ke marrë këtë profesion, për të marrë opinionit e njerëzve, amë ku të lofë, i ku dita sopë e marrë kurra. Për të nesërmen, me planifikon punë. Gjithmonë duhet me menu për të nesërmen. Pas menoj për të nesërmen, Nuk ka vazhdimësi. ke dalë kotë këto. Se kësa të pyte që na bahan ne, nuk na bahan se i në filozof na. Ne i në njerëz thjesht, në halët tona, në punë tona, se si në profesionin e vetë, në pikpamit e veta. Ka disa që thonë, unë jam, mos ka thonë Shqip, e thonë tërsh populli, mos thuj se jam, e mos thuj se kam. Se ai zot që të ka një mu bëj komun, të ka dhonë forcen me punu. Aja puna, aja dersa jota, është a materializu. Edhe falënero zotin që e ke, ama kur të vititi me të kërku nimen, epja. Unë njoh shumë kapitalista që nuk e din kuj kanë parat, dhe kur i puna janë ashtë të ligjë në shpirt, sa që të rishtosh. Ashtë një oficer ish oficer në Korç, s'pejna pëmen, a mund rrëth një, i a bon baba 107 vjeç, edhe ka një firmë pastrimit në thuja, në këton Korçën, edhe në Maliq. A më këto laf një, ka punësu 250 familje, do më nga një për shpi, 250 vetë. Sikur kapitalistët e Korçës, se ka Korça, mos bojnë ka 250, ka 100 personë të japin me hangër, nuk ka varfëri në Korçë. Më gjithë nuk ka varfëri. Po, edhe ai, më falni për shprehjen, po, edhe ai ma gjypi që del të lyp atje, se ka bel në klubin, bojnë shporta, të ketë me hangër e me pi. Njerëzit sot pa knaqen disa nga varfëria e tjetër. Po, marrin kënaqësi. Kanë kënaqësi të madhe. Kënaqësi. Shiko si thoshte baba imi.
Baba im ka pas 1400 koka thi. Që ata e di unë më. I dyti në Republikë. thjesht. I dyti në Republikë. Pra ata Ai thoshte kështu. Puno sikur nuk ke përdek asnjëherë. Puno. Po. Jeto Por sikur do jeto vdesësh sikur nesër nuk je më. per. Kur vinte me blektorin nga Kavaja, nga Mergimi, se përdimin Mergonin, i Jo mu- historike, profesor shumë. shumë shkurtër. Ha, shkurt. I mushte 2 kojt me djath, pa krip, edhe rrugës duke shkuar, të gjente ty mu një kalama, një gru, na një cop. Na një cop. E shpërndan, Dhe dhe kur të shkonte mirë. në shtëpi, kur të Jo fute- histori profesore. e mbarova, kur shkonte në shtëpi, ai duhet mos ekzistonte asnjë nga këto djetën. E di mirën. Brenda monetarë se s'do të kishte. Duhet të kishte shpërnda. Dhe në qoftë se nuk ishte arritur të shpërndaj, ai që qellonte i fundit ja jepte të gjitha. Në shtëpi do të shkonte pajç, sepse Paqë. kishte patur ai. Po mirë, nuk e kërkojnë llogarinë shtëpia dhe ti thonë që ti shkove. Jo ishte i pari vet ai. Kush? Në kry familjet me kërku kush llogari? Asnjë. Se s'bante veprime jashtë logjikët ai. Absolutisht. Ne s'ka çuar si gjën shtëpi më burr. Kush? Fitonte me atë. Si? Po të ishte morë ngelesh edhe për te. Kishe ngel. Shishkoj. Pasi gjë. Dora që jep, është Po vinin dele. O profesor, Dora s'ka që jep është me duke. pasur. Dora që jep, që në manal se ajo që merr. Ma lumtun është ai që jep se ai që merr. Ha? E ka Bibla më. Këtë nuk e din kush, nuk e di kush. Po sa nuk lexojnë më burrë. Po i kësaj ka ardhur gjë kjo gjëja që po ndodh. Kush? Dora që Shpirt vegjel. po shpirt. Ja, Dora shpirt kazen. Dora që jep. Është më e lumtur se sa ajo që merr. Jo, dora që jep qëndron më nalt se ai që merr. Qëndron më në lart. Por është edhe më i lumtur ai që jep. Është ai që jep se ai që merr. Por sot në këtë realitet. Shka ka marru, unë të tërgoj atë korçarin, oficerin, e zori sistemin lirim, a ju murë me punë të veta, ta shkoj në Greqi, edhe ka pastrimin e Dhe qartë, jo e Maliqit, edhe të korçë. O ti profesor, 250 familje ushqen ai, i ka fut njerëzin, ka një për shpi. Aja është njeriu. Por qa kërkojmë sot në anë rëndidhë? Më keni dhoni kënaqësi të papame sot. Jo, me jo, këtë bashkëbisedim. Normalisht çdo njeri ka Këta debate nuk janë dëmshme, janë pozitive, prandaj po them, nuk para i vizion, nuk para. Ky të tha tërç, një mi e sa dele. Me shku sot në për katonet e Shqipënisë nuk i gjen, nuk është më në grumullosh, çfarë katonet s'më në grumullosh, atje. Fshati im në 41-shin ka pas rreth 5000 kokë dele i gjithë fshati. Vetë baba im kishte 1400. Në gjë, në vitin 1967, pyes kryetarin e lokalitetit të Martaneshit unë. Thash, me më proni listë, thash, a më dhafnë, e kam botu dikur në gazetën, dikur me të qenë... Jo histori, konkrete. Edhe e pyesën, sa dhen edhe i ka pas Martanesh. 7 katonet, me gjone me sene që ishin ata, tha ka pas 26.000, kur rrë kooperativa, bon kooperativa, u pjesu pens kja shumë. Du me thonë? Lexoj Facebookun e sotëm në emrin tim që më shkruaj të diçka. Lexoj Facebookun, Okej. do të nxjerrësh diçka. Okej. Do mësosh shumë Një gjëra. përshëndetje për gjithë ata që na ndoqën, mësova shumë sot, vetëm nga mënyra se si u ndërtu një bashkëbisedim, një komunikim, më jep shumë. Unë do të thoj shumë kaq. Për te gjitha mesazhet. Njerëzit kur qohen katolik e musliman, të bojnë kryq e besmila në mes. Qohen me mendjen e mirë, o Zot na ndihmo, edhe të gabojmë sa më pak. Se pa gabime s'ka. Të gabojmë sa më pak. Të duam sa më shumë e t'japim. Janë gabime me dashje dhe gabime pa dashje. Ai nga padia është tjetër gabimi që bën. Ai që bën qëllimisht. Pa e bën me qëllim gabimin. Politikanët thonë se të kam vëro pa dashje. Ne pra, do të thonë që të kam vëro pa dashje. Përshëndes. Do ta pim një ditë kafe. E më Do ta pim një kafe. Po, patjetër. Kam punë me ti. Ti je mirë? Do të fus në burg. Ma që burg, Te? Qa besëm se të burg. E fusën. Pa mos. Ka bo gabime. Ka bo gabime. O, profesor, Po në gabime gjatë ditës. janë fjalë bosha ata. Jo, po se. Unë nuk mërë me fut në burg, as me fal. Shiko, Profesor,
Shiko, tregoj një rast tregoj një rast me që folë, se ju dini veten shumë të dishum pjesë dërmuese. Ata që kanë aty. Guximi është burrni. Po furçin burg djalin e njëjës, po në emrin në cilën rreth. Një shumë familjen e tij unë. Amu do të thënë, kishte shoh, pasi kishte pirë ki mirë, kishte shoh në verin. Amu do të thënë. Mirë bolla i thashun, çka ka bën? Shkor thash, troçun, shkodronçe. Në veri s'ka qa bëthën për Amerike e për Rusi, jo për këtë zërhan. Amu do shefi hetusis, një djali mrekullueshëm Kuksion, i tha, Igor tha, du më thonë që ishte përgatit me e fut në burg, e nuk dëroj më shumë se 7 vjetë, ma pak se 7 vjetë. Edhe shkote ton fisi. Të shohën verën, a i kishte pira ki, ishte bon kanache, a më gëdo dhe shkarë, thash, qohën në veri të qohëm në nërë, tërshën shkodronë që të qohë bëthën në veri për të jëtë. E kisha lafën e kësaj. Njeri u do tjetë guximtar me bon mirë, sa të mënesh. Sot shkojnë e pa ditë. Ato rregullu qatin filani, thot. Shkojnë të policia, ato rregullu. Shqyqyr që ato rregullu. Atë moshat kejnë se bashkë i mirë. Jeni të mirë të dy. Jo, unë jam maj keqë në botë, Xhan. Xhani është mjeshtër i gazetarisë. E thot gjithmonë, e themi gjithmonë. Tashmë kemi bën mik të kanalit Jo, më kanë bën njerëz dhe mirë, më kanë bën të mirë. Në rast jam i mirë. Në rast jam i mirë, më kanë bën njerëzit tim shumë i mirë. Ti më shok tu më keni bën të mirë. Një shok i yti për shembull ka dashur më afut në gurt në rrotë mu. Unë bëj shumë punën time. Si është ajo? I drejti zhytet? Mu myti jo. Kalon kështu. Ika. Vaka bën do të mirë një. Profesor, përshëndes, do takohemi. Për zotin kam Allah. Edhe mu, për zotin, ja sot kemi. Do takohemi prap. Mirë, do takohemi edhe bashkë do rrim. Gazetari i mirë, më ka pa thonë njëri, do t'jetë pak gangster i mirë. Do më thonë, çap keni hellën. Do mësojmë edhe ne, do mësojmë. Hajde, jeni mirë. Jeni shnet, për zotin.